Unë nuk mendoj se është vetëm ikja nga familja, por ndoshta është edhe, si them, rritja e potencialit tënd ekonomik. Sepse sa më lart je arritur të jesh në karrierë, aq më shumë paguhesh. Është vetëm një opsion. Edhe kjo do të thënë mund të jetë një opsion dhe mendoj se në situatat tona është opsion goxha i njerëzit mundohen të kompensojnë, e kanë një punë, mundohen të marrin edhe punën e dytë në mënyrë që të kompensojnë atë anën ekonomike. Edhe mendoj se kjo është arsyeja më e fortë se sa ikja nga familja. Neve gjithë e dim që familja është treja më e sigurt. Familja ku pas çdo dështimi ne kemi qef të futemi brenda, të mbyllim atë derën dhe janë të vetmi njerëz që na mirë kuptojnë. Ndërsa kur e ke suksesin, suksesin atëherë ta duar të rokasin të gjithë, të presin të gjithë. Kur dështon, është ajo familja që të pret. Duke thënë pyetjen tuaj, unë vura re ose instinktivisht në mënyrë të pavetdijshme më shkoi mendja kur thuhet sakrifikim, neve sakrifikojmë, mendojmë gjithmonë sakrifikimin për femrën. Po. Në përgjithësi mashkulli nuk mendoj që të sakrifikojë diçka. Do ta bëj edhe këtë pyetje. Mund ta lëm edhe pak për më vonë. Po. Drilon?